Kishim procesin e Berlinit, ku Serbia çonte 30 projekte dhe qeveria shqiptare çonte një projekt. A jemi gati për përthithjet? Sepse ne kemi fondet e fermerëve që nuk dijem se ku kanë shkuar, ose më mirë, e dijem që kanë shkuar në vila në Palas, por nuk kanë shkuar tek fermerët. Në vila në Palas, kanë shkuar në një projekt specifik atje, tani të lutem. Ka shkuar të ishkë për shkjaku i Kavajës. Kjo historia e përgjithësimit është, besoj unë, nëna e gjitha të është në hetim ajo. Ne të gjitha janë në hetim dhe të gjitha duhet të jetojnë. Jem pezulluar. Fermerët nuk marrin dot fondet e Bashkimit Evropian. E di shumë mirë besoj. Je informuar. Edhe një herë. E gjitha kjo është pjesë e atij përmirësimi që duhet bëjmë gjithë bashkë. Po kjo nuk do me thënë që ta ulim nivelin e diskutimit në vilat në Palas. Jo. Janë hedhur në disa... Po ka marrë 300.000 euro me zotëri, si që kanë shumë pak atë sa mendon ti? Tani, edhe një herë. Pse e ka marrë ai për ndërtuar vilë? Ku më shkonte për fermerët? Po sepse nuk e ka marrë standard. Është standard europian. Dhe duke i kthyer ata që kanë bërë shkelje dhe nuk kanë bërë shkelje vetë. Janë 24 ata që kanë shkelur. Dhe AZBR-ja dhe Ministria ka mbyllur sytë dhe i ka futur gishtat në vesh. E gjithë historia është, shikoni, Shqipëria sot, këtë vit ku jemi, do të mbledhë më shumë para, do të tërheq më shumë fonde nga Bashkimi Evropian, se sa kur ndonjëherë në historinë e vet, edhe pa planin e zhvillimit.